Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë e kemi ngrënë këtë frut, por nuk e kemi ditur se bën mrekulli për këto sëmundje. Me shijen e mahniqme që ofrojnë manaferat, ngrënia e tyre mund të jap trupit tuaj disa përfitime të mëdha nëse i shijoni rregullisht. Këto janë efektet e mahniqme. Ju mundet të humbisni peshë. Manaferat janë të yndyrshme dhe pa natrium. Nuk kanë sheqerna të shtuara dhe janë relativisht të ulta në kalori. Përveç kësaj, fibrat të cilat gjenden në këto manafera munden gjithashtu të ndihmojnë në nxitjen e ngopjes, gjë që ndihmon edhe në ruajtjen e një peshe të shëndetshme në afat të gjatë. Forconi imunitetin. Vitamina C është një lëndë ushqyese e fuqishme që ndihmon shëndetin e imunitetit. Ajo gjithashtu kontribon në mbrojtjen imune dhe stimulon aktivitetin antioksidues të pastrimit, duke mbështetur në fund shëndetin e përgjithshëm të një personi. Një filxhan manafera të freskëta siguron 30 mg vitamin C, përmirësime të aftësive njohëse. Manaferat përmbajnë një polifenol unik të quajtur antokjanin, i cili gjendet në ushqime të tjera me ngjyrë natyrale, blu ose vjollc, si boronica, lakrat urshi dhe patatet vjollc. Të dhënat tregojnë se ky polifenol lidhet me përmirësime të ndjeshme të lëkurës, vëmendjes dhe shpejtësisë psikomotore, gjë që e bën manaferën një ushqim të fuqishëm për shëndetjen e trurit. Përmirësime në shëndetjen e zorrëve. Mikrobioma juaj e zorrëve mundet që të ketë një ndikim të thellë në shëndetin e zorrëve, shëndetin tuaj imunitar dhe madje edhe shëndetin tuaj mendor, dhe ndikohet nga disa zgjedhje dietike dhe stil të jetesës. Konsumimi i manaferave mundet gjithashtu që të shkaktojë edhe një ndryshim tepër të fortë në komunitetet bakteriale gastrointestinale dhe gjithashtu të mbështesë një mikrobiom të shëndetshëm të zorrëve. Lehtëson inflamacionin. Inflamacioni kronik shoqërohet me sëmundje të zemrës, goditje në tru, sëmundje të këqija dhe gjithashtu të dhënat kanë treguar se këto manafera munden që të ndihmojnë edhe në luftimin e inflamacionit, veçanërisht atij i cili është i shkaktuar nga mbipesha. Manafera është një frut i shijshëm dhe i gjithanshëm. Kultura e lashtë e perceptojnë manaferën si një farë të keqe ose një bimë e egër. Megjithatë, historia e saj mjekësore shkon në më shumë se 2000 vjet, që para 2000 vjetësh manafera është përdorur si një frut kurues. Megjithatë, në lashtësi manafera shihej si një farë e keqe dhe përfitimet e saj janë vërtetuar pasi nëse ju hani sa më shumë manafera, aq më shumë shëndet të mirë do të keni, imunitet të fortë, zemër të shëndetshme. Ne këtu do t'ju tregojmë përfitimet kryesore të cilat vijnë pikërisht nga konsumimi i manaferës. Manafera ka plot vlera ushqyese për shëndetin. Manafera ju siguron juve vitaminat A, B1, B2, B3, C, E, K e të tjerë. Pra, nëse ju hani manafera do të keni një organizëm tepër të shëndetshëm dhe njëkohësisht do të mundet të luftoni sëmundjet e këqija, zorrën e trashë dhe sëmundjet e ezofagut. Mikroushqyeset e pranishme tek manaferat ushtrojnë një efekt parandalues për përhapjen e qelizave të këqija. Manaferat gjithashtu përmbajnë kalcium, hekur, magnez, kalium, zink e të tjerë. Sipas studimeve të kryera së fundmi, manafera ka veti të mira për të luftuar sëmundjet e këqija. Ajo mund të luftojë sëmundjet e mushkrive, zorrës së trashë dhe sëmundjes së ezofagut.
Mikroushqyesit e pranishëm tek manaferat ushtrojnë një efekt parandalues për përhapjen e këtyre qelizave të këqija. Parandalon mos funksionimin e enëve të gjakut. Për të gjithë ju që keni probleme me kujtesën, atëherë duhet të dini se manaferat janë të pasur me përbërës polifenolik që ndihmojnë në ngadalësimin e humbjes të kujtesës, e lidhur kjo me moshën dhe aktivitetin e trurit. Manaferat janë një burim shumë i mirë i dy fibrave esenciale, atë të përzgjedhjes dhe të tretshmërisë. Këto fibra ndihmojnë shumë në tretjen e ushqimit. Fibra e përzgjedhjes tërheq ujin te zorra dhe kjo ndihmon në lëvizjen e rregullt të zorrëve, lirin nga kapslloku e të tjerë. Vuani nga zemra, mos ndoshta nuk e dini çfarë duhet të bëni për të zgjidhur këtë problem, po ne kemi një zgjidhje për ju. Hani sa më shumë manafera që ju të keni një zemër sa më të shëndetshme. Gjithashtu, fibrat magnezi i pranishëm të manaferat parandalojnë arterjet që të bllokohen dhe të stimulojnë qarkullimin e rregullt të gjakut, duke shmangur kështu edhe ndonjë sulm në zemër. Manaferat nga ana tjetër ndihmojnë edhe në përmirësimin e sistemit imunitar të trupit për shkak të pranisë të fitoestrogjeneve, vitaminave dhe të mineraleve. Konsumimi i rregullt i manaferave ndihmon gjithashtu edhe në luftën kundër patogjeneve të ndryshëm dhe e ndihmon trupin tuaj nga infeksionet dhe sëmundjet e tjera fatale. Mbani peshën nën kontroll. Gjithashtu, duke ju referuar sasive shumë të ulta të sheqerit, manaferat ndihmojnë në menaxhimin e peshës së shëndetshme. Pastrimi efektiv i zorrëve për shkak të përmbajtjes së fibrave në manafer dhe shumë pak kalori e bëjnë atë një frutë tepër të shkëlqyer për shëndetin, që kujdeset gjithashtu edhe për peshën tonë. Manafera përmban minerale vitale si magnezi dhe kalciumi, të cilat janë esenciale për ruajtjen e eshtrave të shëndetshme. Pastrimi efektiv i zorrëve për shkak të përmbajtjes së fibrave në manafer dhe shumë pak kalori e bëjnë atë një frutë të shkëlqyer i cili përkujdeset për peshën. Manafera përmban minerale vitale si magnezi dhe kalciumi, të cilat janë esenciale për ruajtjen e eshtrave dhe kalciumi forcon kockat dhe magnezi lehtëson thithjen e kalciumit dhe kaliumit në trup. Përkujdeset për lëkurën. Manafera mundet që të shërbejë si një ndihmë për përkujdesjen ndaj lëkurës. Ajo është e mbushur me shumë lëndë ushqyese të dobishme për lëkurën, si për shembull vitamina C, vitamina E dhe antioksidantë të tjerë të fuqishëm. Manafera është e dobishme edhe për mbrojtjen e syve. Konsumi i rregullt i manaferave ndihmojnë në mbrojtjen e syve nga rrezatimet ultraviolet, duke siguruar praninë e luteinës. Gjithashtu, frutat e manaferave janë konsideruar të freskëta pasi piqen mirë me to përgatitet reçeli i cilësisë së mirë. Me frutat e manaferës bëhet verë, uthull dhe raki. Vera ka vlera të mira mjekësore. Frutat e manaferës përmbajnë sheqerna, vitaminë C, karotinë, vitaminë E, acide organike, pektinë e të tjerë. Nga ana tjetër, edhe gjethet e saj janë të pasura me vitaminë C, acide organike dhe gjithashtu lëndë tonike dhe aromatike. Në fara ndodhet vaj yndyror në masën deri në 12%. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.